Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi me rastin e përvjetorit të aksionit ushtarako-policor kroat Stohia se angazhimi strategjik i Serbisë është ruajtja e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe theksoi se paqja është një dobi e serbëve. Ai gjithashtu deklaroi se serbët duhet të tregojnë më shumë respekt për viktimat dhe historinë e tyre sepse përndryshe askush tjetër nuk do të bëjë. Sot shënohet 31 vjetori i aksionit ushtarako-policor kroat Stohia, gjatë se cilit u vranë ose u zhdukën rreth 2000 serbë, ndërsa më shumë se 220.000 u dëbuan. Sot është dita azizë në Republikën Srpska dhe ceremonia qendrore përkujtimore do të mbahet në Mrkonjić-Grad. Sot lista serbe paraqiti një ankesë kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës kundër vendimit të Gjykatës Supreme që hodhi poshtë ankesën e saj në lidhje me dhënien e njërit prej mandateve parlamentare Nenad Rashić. Duke konsideruar se vendimi u kontestua nuk ofroi mbrojtjen efektive kushtetuese për institutin e vendeve të rezervuara parlamentare të destinuara për komunitetin serb, siç u njoftua ankesa kushtetuese nuk u paraqit për mbrojtjen e një subjekti politik ose një mandati parlamentar, por thelbi i saj është, siç theksojnë ata, mbrojtja të drejtës kushtetuese të popujve serb, por edhe të tjerëve, jo shumicë për përfarsimin autentik politik. Këshilli i Prokurorisë së Kosovës vendosi sot të shpallë një konkurs për prokuror të ri me 17 gushti, i cili do të jetë i hapur për 15 ditë. Kryetari i atij këshilli, Arjan Gashu, bëri thirrje pjesëtarëve të komunitetit serb të aplikojnë për 10 pozicionet e planifikuara dhe theksoi se procesi zgjedhor do të jetë i drejtë, i pavarur dhe i paanshëm. Kryetari i këshillit, Arjan Gashi, tha se është në interes të Kosovës të sigurojë përfaqësimin e të gjithë komuniteteve dhe kujtoi se ky është gjithashtu një detyrim ligjor që rrjedh nga dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës dhe ftoi pjesëtarët e komunitetit serb të aplikojnë në këtë konkurs. Komisioni i Qeverisë së Kosovës për personat e zhdukur njoftoi se gjatë gërmimeve të dieshme në malla Jabuka pranë Zubin Potokut u gjetën dhe u zhvarrosën mbetjet mortore të 4 personave, të cilat sipas vlerësimeve fillestare i përkasin viktimave të zhdukjes me forcë gjatë luftës. Mbetjet mortore u dërguan në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminim të mëtejshëm mjekoligjor, duke përfshirë identifikimin me anë të analizës së ADN-s. Zyra, prokurori special të Kosovës, njoftoi me 2 gusht se një vendodhje e re u identifikua në fshatin Jabuka pranë Zubin Potokut, e cila dyshohet se përmban mbetje mortore. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, dhe kryeministri në mandatin teknik, Albin Kurti, do të takohen sot pasdite në Kuvendin e Kosovës në përpjekje për të arritur një marrëveshje për konstituimin e institucioneve shtetërore, konfirmoi zëdhënësi i LDK-s Besjan Mustafa. Albin Kurti deklaroi se pret që partitë politike të jenë gati për formimin e institucioneve të reja deri me 6 gusht, kur është caktuar seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës. Ndryshe nga LDK, Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca njoftuan se nuk do të marrin pjesë në takimin me Kurtin. Studiusi i studimeve të sigurisë Nikola Vujinović beson se nëse udhëheqësi i LDK-s Lumir Abdigjiku zgjedh një koalicion me vetëvendosje në planin afatgjat, kjo mund të jetë vdekje për LDK-n si parti, siç ishte deri me tani dhe siç u themelua nga Ibrahim Rugova. Vujinović thotë se kjo ka të bëjë kryesisht me interesat personale të Lumir Abdigjikut dhe Vjosa Osmanit dhe potencialisht me disa nga akteret brenda LDK-s, të cilët, siç tha ai, janë të lodhur nga opozita. Analisti politik Artan Muhaxhiri thotë se si pjesë e një negociatave të LDK-s me lëvizjen vetëvendosje, Albin Kurti mund të bëjë disa rregullime në qeveri nëse merr një kandidat për president që do të jetë në përputhje me kriterin e tij dhe do të mbështesë atë në ideologjinë e tij politike. Megjithatë, ai gjithashtu thekson se kjo do të ishte një vetvrasje për LDK-n, sepse do të forconte Kurtin dhe do të dobësonte lidhjen demokratike të Kosovës.
Moti nesër në mëngjes do të jetë i kthjellët dhe i freskët në lugina dhe rrafshina, për gjatë ditës me i diell dhe shumë i nxehtë. Do të fryjë redop mesatare, juglindore, vranësira dhe reshe mund të pritën vetëm në fund të javës. Temperatura nesër e mëngjesit më e ulta do të jetë nga 12 deri në 25, kurse ajo maksimale ditore nga 36 deri në 40 gradë Celsius.